Në këto momente, heshtja dhe respektin ndaj familjes, dhe më thonë, pas rastit, besoj që ka qenë zgjidhja me e duhur, edhe për ta din është. Po, sigurisht sepse është një tragjedi që nuk përjetohet lehtë as nga Eliona. As pak, jo. Ama aja është e fortë, ka treguar bek kështu që. Shumë e vërtetë, ka treguar bek shumë e fortë që ka inspiruar shumë persona dhe madje shumë kush e ka komentuar që fansat veçanërisht janë shumë qetësuar që ta kaloj lehtë për shkak të forcës që e kemi pa tek Eliona për 30, jo, në fakt për 3 muaj apo sa, mbi 100 ditë. Sa ka qenë sulmuar ajo të mrena, dhe më thonë, kur e mendon, se tash edhe na tu dal jashtë me qetësi, me kohë, tu pushu i shet gjonat edhe pak ma qartë, adin, larg emocioneve të bigut e të lojës, edhe realisht e kupton sa ka qenë sulmuar ato brenda dhe është shumë e fortë, më thonë, 19 vjeçë, unë e lundrimi bile rishim të thonë njëri tjetrit na s'kishim mujt. Po i keni qëndru shumë afër dhe në ato momente Elionës. Po, jo. Për dallim ndoshta edhe nga disa banorë të tjerë. Kështu tash, janë të situata ku unë besoj që prapse vlerat njerëzore janë më të rëndësishme, domethënë se sa loja. Aty shpesh ka dhe lojtarë që janë shkëlqyjnë çdo emocion. Prapse unë besoj që aty jemi për me tregu emocione edhe lidhje emocionale me njerëz, të mira, të këqija, momente të bukura apo të këqija, si do të që tjetë njëri do të me tregu gjithçka. 360 gradë, domethënë do të me tregu veten, kështu që besoj që një pjesë e mirë të kastit e ka banor që nuk e kanë ba, po prapse. Loja ka përfundu, kështu që vazhdojmë se cili me jetën e vetë, raportet që kanë ngellë vërteta, i vazhdojmë edhe i ruajmë. Si janë raportet sot me një banore tjetër aty brenda shtëpisë, që keni qëndruar afër 100 ditë, me Benitën? Me Benitën, si që kam thonë në post big, dhe më thonë, vlerësoj si njëri ngellë respekti që kam për ta, por nuk është që kemi në idhoj raporti, dhe më thonë, me po kështu e përshëndese gjithçka, kam thonë ja uroj tanat mirat, pa asgjë më shumë. Pra vazhdojnë të jenë qëndrimet e njëjta sikurse në post-big që i kemi dëgjuar? Po. Po me banorët e tjerë? Me cilët? Me cilë do që ke kontakt, sepse të shohim shpesh që edhe shpërndani momente me ta. Po, jo, me Sasën kam raport mirë, me Kushtrimin, me Labinotin, Haxhion, normal. Cilën Lab? Jo, tjetër Labinot nuk njohune. Për ndryshe, po Sasa, Kushtrimi, Labinoti me Bijan, po paka shumë kam fotë, më thonë vetëm janë një 2-3 vetat. Okej, pja bojmë kështu, me cilët nuk banë kontakt? Alben edhe Noti. Pse Alba? Unë e kam thonë qysh brenda biku, dhe më thonë, jo kur gjasë, dhe më thonë, me Notin janë tjera arsye. E dim, që s'kemi nevojë me e tjerë. Ndërsa me Alben thjesht nuk, ja uraj tanat mirat, thjesht nuk e shoh si një person që mundet me nejt, dhe më thonë, rrethin tem. Nuk na përputhen shumë ideale, shumë gjana, ajo jetën e vetë, unë besoj që jam shumë ndryshe prej saj, kam projekte tjera, ideale tjera dhe besoj që nuk, as puna nuk na lidha, kupton. Ju kemi pa në një ngjarje event në Shqipëri së bashku. Prezente pak ishte dhe Alba që erdhi dhe ju takoj, ke qenë me Lundrimin dhe Elionën. Qysh ju pritën shqiptarët e Shqipërisë, apo vendasit, bashkëvendasit? Bashkëvendasit e mi, jo, shumë mirë. Jemi knaq, shkume për atë event, më thonë, eventi super i bukur, hapja e janë. Edhe ma e bukur shoqëria? Po. Edhe njerëz të mirë shumë na kanë pritë. Më thonë, edhe në Shqipëri shihet që e kanë këshirë gogja shumë. Shumë. Gjatë qëndrimin shpesh e ke pas hallin se si po të shohin dhe si u komentoj ke ndonjëherë nga banorët raporti me Lundrimin. Po. A tu heq ajo barra prej krahve që e ke pas? Sepse të kemi pas shumë të stresum. Po, ajo ka qenë një pjesë për cilën realisht jemi sulmu shumë gjatë bigot, të më thonë, kisha pas qef me i cekë njerë që në asë njerë nuk e kemi bon atë lojët pjesë, po janë do hajgarit që nështë e i bojnë do shok të gush, do vlezer, edhe besoj që publiku habitohet për i fakti që ka lind aq shpejt mes dy vetave, një format si bigu, ku se cili lufton për vetin e vetë edhe ju ka duk qudi, por asë gja ma shumë se hajgare me njeri tjetrin, dhe më thonë, njerëz kanë spekulu, na kanë sulmu shumë, deri një pikë që sinqerisht javët e fundit u bë shumë e rënë, adin mentalisht për mua jo pjesë, sepse s'muj shama, më duke vete se me u dasht me dëshmu diçka gjatë gjithë kohës, dhe më thonë me dëshmu veten, me dëshmu idealet tua, nuk e kuptaj se të ke fundja kush ka orientime tjera, asë gjatë keq që s'ka, leta shprehin se cili, dhe më thonë, do të me jetu jetën e vetë, pa mendu para gjykimet që ka njerëz tjerë, ose që ka munen me mendu rreth raporteve që ju keni me tjerë, dhe më thonë,
duhet me këshyr vetën e vetë njëri edhe me keni knoqën me jetesën e vetë. Po, ma ajo pjesë ka qenë pak e ranë, kemi dalë, na kemi vazhdu njëjtë shoqërinë, do më thonë. Po, ju shumë të pandashëm. Na knoqëm njëjtë që ashtu. Sa shumë ju dojnë dhe publiko bashkë, sa shumë ko marrë mesazhe që bashkoj një ditë, edhe Treshi për Sheshin, por edhe Klodin dhe Londrimin, sepse ju shojnë se një super duo, shumë fani, shumë simpatik që në fakt jo i keni bashku ndërsa të gjithë shqiptarët në disa momente. Pra keni qenë një duo që të gjithë e kanë duar trokite dhe e kanë pëlqy, po flasë për gjithë shqiptarët kudo që ju kanë ndjekur. Na të mrena, sinqerisht dhe më thonë, jena knaq, gjithmonë. Besoj që nëse ka 2 veta që kanë shjuat eksperiencë jemi unë e Londrimi, kemi